Forumi ekonomik ndërmjet institucioneve vendore, komunitetit të biznesit dhe partnerëve ndërkombëtar pati në fokus rritjen e investimeve të huaja direkte dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik. Ministrja e Tregtisë Mimoza Kusari Lila prezantoi prioritetet e qeverisë për zhvillimin ekonomik dhe reformat që do t'i ndërmarrë. Inovacioni është pjesë e portofolit tim, po punojmë për hartimin e ligjit për inovacionin dhe ndërmarrësi në bashkëpunim me kompani teknologjike dhe strukturat përkatëse. Një nga projektet kryesore është krijimi i një IT Tower në Prishtinë. Projekti i zhvillimit të Brezovicës do të trajtohet përmes një komiteti ndërministror për të garantuar koordinim të plotë. Sa i përket hekurudhave, përveç përmirësimit të infrastrukturës ekzistuese, do të punojmë për projektin strategjik të linjës hekurudhore Prishtinë-Durrës. Përfaqësuesit e aeroportit theksuan se ky institucion është shembull i partneritetit publiko-privat dhe një kyçje që lidh ekonominë e Kosovës me tregjet ndërkombëtare. Zgjodhëm aeroportin sepse nuk ka vend më të përshtatshëm për të zhvilluar diskutime dhe dialog të tillë. Pse? Sepse këtu lëviz fizikisht tregtia ndërkombëtare. Këtu zinxhiret e furnizimit lidhen me tregjet globale dhe këtu mbërrin lider biznesi, sipërmarrës dhe diplomat për t'i kthyer marrëveshjet në veprime konkrete. Ky aeroport, aeroporti ynë rajonal ndërkombëtar Adem Jashari, përfaqëson anën praktike të bashkëpunimit ekonomik. Është infrastruktura që e shndron dialogun në realizim konkret. Drejtuesi i forumit, Emru Shujkani, mirëpriti formimin e qeverisë së re dhe heqjen e masave nga Bashkimi Evropian, duke e cilësuar si një mundësi bashkëpunimi të ri. Forumi mbylli dyert me thirrjen për bashkëpunim më të ngushtë ndërmjet qeverisë, partnerëve ndërkombëtar dhe komunitetit.